dojmë, po dështimi 5 vjeçor pra sistemi o keq, apo thoni o sistemi keq, po kush ka qeveri? Domethënë, kapja e sistemit, degradimi, vendosja e njerëzve ose eksponentët të PD-s. Kina i fakta veçia pasurinë, ma marramend se të zyrtarëve të lartë. Këto janë frazat mira populiste, me thonë, janë do të ankesa. Rezultate, zotri. Përparimin që e në burg. Cilin e ke që në burg? Cilin e ke që në burg? Me njerëzit që i ki në... Nëse ke pos 5 vjetë pushtetin, edhe ke premtu diçka, në fund të 5 vjeçarit, ti matesh me sa premtime i ke përmbush. Jo sa mirë kimi regullu, nështë ta ju e regullonin 4 vjeçarë në ashmë, që pëzom që keni me bom rekullin. Por njëherë du të me thonë që ju keni dështun këtu 5 vjetë. Edhe kjo është dështim. Tash, na fjallë mujna me bo sa dojmë, po dështimi 5 vjeçar pranohet prej qeverisë, sepse këta thonë sistemi o keq, apo thonë o sistemi keq, po kush ka qeverisë ju? Kaq. Ende që zështë të tarë koqa. Faleminderit. Përgjigja e reformave në sistemin e drejtësisë në fakt ka qenë përgjigje mbi stërkeqen që i ka bërë qeverisja shkuar e PD-s. Zoti Gruta personalisht mund mos ketë qenë, edhe s'ka qenë, por ky sot e përfaqëson PD-n këto. Domethënë, kapja e sistemit, degradimi, vendosja e njerëzve pa kritere, përdorimi këtyre për me mirëmbajt korrupsionin, sepse krahas korrupsionit të lartë që kanë pas eksponentët të PD-s, ka pas veçia pasurinë ma marramend se të zyrtarëve të lartë të partisë tuaj, të cilët janë bërë milioner, miliarder vetëm kur kanë ardhur politik. Por këta para se me u pasuruj kanë vendosur njerëzit në sistem. Domethënë, prokuror që nuk e ndjekin korrupsionin, gjyqtar që nuk e gjykojnë korrupsionin. Përparim. Këto janë frazat mira populiste, me thonë, janë do të korruptum që atje, janë do kriminal që atje, janë të njerëz që s'po na lënë me punu, unë ndoshta me bo mirë po s'u lan, na kena pos vullnet me bo Kosovën, Zvicër s'u lan, prit se kam 30 sekunda, prit. Kret ankesa. Rezultate, zotri. Rezultate. Përparim Gruda, a i ka rruftu në burg. Merë përparimin që e në burg. Cilin e ke që në burg? Cilin e ke që në burg? Me njerëzit që i ki në sistem? Ndrojë sistemin, regulojë sistemin. Filloj minutazha jote, Adnan. 30 sekonda. Mua m'bjen keq që partitë opozitare, e sidomos partia të cilën zoti Gruda përfaqëson, reformat në sistemin drejtësisë edhe sistemi i drejtësisë pavarur të paanshëm po e përjeton si kërcënim të interesave të tyre. U shpërtardhur keq eksponentët e partisë tuaj. Domthonë, po i përdor njerëzit që i kanë në sistem, të cilët dikur i ka përdorur për mos ta luftuar korrupsionin, tash po i përdor për ta penguar reformën. Po, në gjithë ne dimë këtu të paktën e katër këtu, pavarësinë edhe formale të sistemit tonë të drejtësisë edhe të pushtetit gjyqësor, që politika nuk mund t'i heqë njerëzit të lëviz, por ne nuk do të pushojmë asnjëherë derisa të garantojmë 30 sekonda shkamit, fal përparim, po preçës. Edhe luftë kundër korrupsionit.